Ky është Irfan Domnori nga Shkodra. Mesditën e kësaj të premteje, ai u nis drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën gjithkombëtare në mbështetje të UÇK-s. Ai tregon se gjatë luftës së Kosovës, familja e tij mori në banesë një familje nga Peja. Kjo është një ditë shumë e veçantë, sepse protestohet për të drejtat tona si shqiptarë, për vëllezërit tonë që janë arrestuar, kanë shkuar në Hag për mu gjyku për të drejtën e vetë që kanë mbrojtë shtëpitë e veta, trojtë e veta, shqiptarinë. Ne gjithmonë në shtëpinë tonë, të partë e mi, si baba, si nana, na kanë folë për Kosovën. Por vetë koha ishte ashtu që ishte kufizuar me kjo bisedë. Dhe me ardhjen e demokracisë, gjithnjë më shumë u folë për Kosovën, derisa u formu ushtria çlirimtare e Kosovës, ma djemt më të mirë shqiptarë të Kosovës, dhe ashtu do hoqën luftën kundrejt sulmeve barbare të serbëve që banin masakrën tanë popullin tonë. Dhe kur fillunin me ardhë kosovarët më largu nga barbaritë serbe në Kosovë, unë kam dalë dhe kam marrë në shtëpinë teme, megjithëse shumë nga shtëpia tonë, por kam marrë një familje kosovare nga Peja. Dhe këtu ishin plot të tjerë kosovarë. Dhe me një herë sa po shaj lufta, sa u futën trupat e NATO-s në Prizren, tanë të kosovarë që ishin të Shkodër, edhe në tanë Shqipninë dhe kuda ku kanë shku, flotërim, si kur se dallmyshit që shkojnë e vinë në përfolet e veda, ashtu iken edhe ato atje. Edhe unë mas një muaj të luftës, kam shku në Kosovë, i kam vizitu Kosovën, i kam vizitu këta njerës, vëllezërit tonë, motrat tona që i kam pas shtëpi teme. Dhe kur më kanë pa kanë qenë. Ne si popull e kena diftu vedin që jena një. Historia flet vetëm një jena. Edhe tash gjithnjë më shumë pra shkojmë, vijmë njëri me tjetër. Dhe puna politike është e politikanëve, është e drejtë e tyne, por derisa këta politikanë janë të këtij populli, ndash shqiptar, ndash të shqiptarëve të Kosovës, ata duhet me dalë zot të drejtave të popullit shqiptar, kënej dhe anaj. Domnori e cilësoi të padrejtë gjyshin ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Unë për vete e dënoj shumë, nuk kep se arreston atë që më rën shpinë e vetë, atë që e del për zot vëllezërve dhe motrat e veta. Në qoftë se janë arrestu këto krejt e UÇK-s, krejt po heq atëherë, pse mos arrestohet edhe NATO-ja. NATO-ja bombardoi, ja vetëm Kosovë për me largu forcat serbe, por edhe në Serbi. Pra, është një pabarazi tepër e madhe. Ai njihet si maratonomaku me flamur, i cili çdo nëntor marshon drejt Ulqinit në këmbë me veshje kombëtare dhe flamur kombëtar. Duke u dalluar për patriotizëm dhe lidhje të veçantë me shqiptarët e Kosovës, mbështetjen ndaj tyre e tregoi edhe këtë të premte, duke ju bashkuar protestës në Tiranë.